të njëjtën eufori që kemi pas para ndeshjes me Zvicrën, ku gjithë pritnim që ta shkelim Zvicrën dhe ta dominonim, mirë po e humbëm atë ndeshje me një rezultat të thellë. Pas asaj ndeshjes Kosova u kthy në identitetin ose formoi identitetin e vet, ku ndoshta shumë pak rrezikon, por gjithmonë që del në fazën sulmuese është mjaft e rrezikshme, por shumë më sigurt në fazën defansive. Mungesa e Amir Ramanit është evidente, u pa edhe në ndeshjen përballë Slovakisë. Unë jam i bindur që po të kishte qenë Amir Ramani, nuk do të paktën 2 gola do të evitoheshin, por sido që të jetë, këta tjerë që janë gati për don maksimumin, jam i bindur që do të bëjnë një paraqitje të jashtëzakonshme. Emocionet tek ne do të jenë gjatë tërë ndeshjes, por tek ata futbollistët janë profesionistë në nivelin më të lartë. Në atë moment që fillon ndeshja, unë jam i bindur që nuk do të ketë fare emocion, por vetëm bindje, motiv, vetbesim dhe normal përqendrim maksimal. Sa janë gjasat, trener, për Kosovën? Ta shohim në kampionatin botror? Gjasat janë më të ulta se Turqisë. Eksperienca e kombëtarës turke është nivel më të lartë, edhe pse me statistika s'jam i mirë, ndoshta mund të më ndihmosh, po unë sa e di, nga 2002 Turqia nuk ka marrë pjesë në kampionat botror. Po, e vërtetë është. Dhe presioni i një shteti siç është Turqia është shumë më i lartë se presioni